Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çlirohuni nga kapslëku dhe pastroni zorët nga toksinat brenda 1 minute duke përdorur këtë recetë. A vuani rregullisht nga konstipacioni ose lëvizjet e parregullta të zorëve? Studimi sugjeron se 15% amerikanëve janë të prekur nga kapslëku kronik. Sëmundje të tilla tretëse çojnë në ndërtimin e mbeturinave në muret e zorës së trashë. Zora e trashë kryen shumë funksione thelbësore. Nuk ndihmon vetëm në eliminimin e jashtëqitjes, por gjithashtu nxjerr kripën dhe ujin nga mbeturinat përpara se të dalin jashtë, ruan pH-in dhe lufton kundër bakterieve të dëmshme. Mosfunksioni i zorës së trashë mund të shkaktojë implikime serioze shëndetësore, siç janë alergji të lëkurës, gurët e tëndhit, sëmundje të zemrës e të tjera. Shumë prej tyre kanë zbuluar se kryerja e një pastrimi të zorës së trashë është një parandalues i lehtë për të shmangur kështu problemet e zorës në të ardhmen. Recetat e lehta dhe të shpejta në kushte shtëpie mund të përdoren për të lehtësuar këto shqetësime. Për të mos vuajtur nga problemet e konstipacionit dhe për të pastruar zorën e trashë, mund të shtoni perimet jeshile. Zarzavatet pa gjethe si spinaqi, kaleja, lakret e Brukselit, asparagu, zarzavate të ndryshme janë të pasur me klorofil, i cili ndihmon në pastrimin e traktit të zorës së trashë, si rezultat qetëson zorën e trashë. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe mbrojtjen e trupit nga toksinat në mjedis. Mund t'i zjeni perimet, t'i shtoni në suba ose t'i skuqni me pak salcë dhe gjalp ose vaj ulliri. Xhenxhefili. Xhenxhefili ka veti antiseptike dhe është i dobishëm në stimulimin e tretjes. Mund të shtohet në çdo lëng ose mund të hahet direkt. Shtoni një lugë çaji nga xhenxhefili dhe mjalti dhe e përzierni një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje mund të konsumohet të paktën 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni një smoothie të shijshme për organizmin tuaj. Për këtë ju duhet një lugë me xhenxhefil i zhveshur, një mollë e prerë, një filxhan spinaq dhe një karrotë e prerë. I përzieni këta përbërës edhe më pas i shtoni edhe një gotë ujë në smoothien tuaj dhe është gati. E pini atë një herë në ditë për të siguruar funksionet e duhura të traktit të zorëve. Lëngjet e bëra duke përdorur mollën dhe limonin janë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e shqetësimeve të kapslëkut dhe nxjerrjen jashtë të toksinave nga sistemi juaj tretës. Mollët dhe limoni janë të pasura me ushqyes dhe përmirësojnë gjithashtu veprimin e tretjes, siç janë vitamina A, vitamina B, vitamina C, antioksidantët dhe fibrat. Ju mund të bëni lëngje të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani me lëng molle, shtoni 2 lugë me lëng limoni dhe një filxhan çaji me lëng xhenxhefili. E përzieni në një gjysmë filxhani ujë të ngrohtë dhe mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksifikimin e zorës së trashë dhe për të inkurajuar tretjen e duhur. Uthulla e mollës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve mjaft të mëdha në ditët tuaja më të vështira. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e mbeturinave nga veprimi ynë duke ruajtur bakteriet e dobishme. Mund të merren së bashku me mjaltin për të pastruar zorën e trashë dhe për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzieni uthullën e mollës të papërpunuar me mjalt në sasi të barabarta, rreth 2 lugë. Përzieni në një gotë me ujë dhe e pini një herë në ditë. Ajo jo vetëm që do të largojë toksinat, por ka edhe efekte të mira siç është parandalimi i diabetit dhe ulja e kolesterolit të keq në trup. Hani sa më shumë ushqime të pasura me fibra. Fibra është e shkëlqyer për të mbajtur shëndetin e zorës dhe pastrimin e zorës së trashë, duke eliminuar mbeturinat jashtë nga trupi. Ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjerëzat, quinoa, bulgur ose perime si bezele, artiçoka, filizat e Brukselit, të cilat janë të pasur me fibra. Mjedrat, mango, fiku dhe arrorët gjithashtu ndihmojnë në ushqimet e zorës së trashë. Kripdeti dhe uji mund të jetë një zgjidhje efikase në lehtësimin e konstipacionit tuaj. Uji luan një rol të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit. Kur zorra e hollë është dehidratuar, është më lehtë që toksinat të rriten brenda dhe të formojnë një grumbullim. Ju mund të konsumoni të paktën 2 deri në 3 litra ujë çdo ditë për të siguruar funksionet optimale të zorës suaj të trashë. Gjithashtu, shtoni një lugë çaj kripdeti në një gjysmë litri ujë dhe pini para mëngjesit, para se të hani ndonjë gjë tjetër. Pirja e saj inkurajon lëvizjet e zorëve dhe përmirëson gjithashtu shëndetin e tretjes. Fara chia dhe fara e lirit janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese.
Të dyja këto fara janë ushqime të pasur me shumë fiber. Ato përmbajnë gjithashtu acide yndyrore omega-3 që zvogëlojnë inflamacionet të zorrës së trashë dhe largojnë toksinat e ndërtuara. Mund të shtoni një lugë çaji fara në ujë dhe të pini përzierjen, të bëni një puding ose ta spërkasni atë mbi sallata. Hidhni një lugë gjethe fara chia në një gotë me ujë për 5 deri në 10 minuta në mënyrë që fibrat të kryejnë funksionet e tyre optimale duke thithur ujin. Konsumojeni këtë përzierje 4 herë në ditë për 4 javë për të pastruar traktin tuaj të zorrës dhe për të përmirësuar gjithashtu edhe lehtësimin e jashtëqitjes. Sigurimi i këtyre produkteve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të lehtësuar veten nga kapsllëku. Zorra e trashë është 5 metra e gjatë. Ajo zakonisht priret të ketë probleme të funksionit të saj dhe gjithmonë i kushtoj më pak vëmendje. Ajo luan një rol të rëndësishëm mbi jetën tuaj të përditshme dhe për këtë arsye nuk duhet ta injoroni. Ja disa rregulla që duhet të mos anashkaloni për funksionin sa më të mirë të zorrës së trashë. Shtoni në dietën tuaj vitaminën C. Kjo vitaminë gjenden më shumë te frutat dhe te perimet dhe ju ndihmon në pastrimin e zorrës së trashë, citon një studim i vitit 2015. Prandaj duhet të konsumoni lakrën jeshile, brokolin, lule shtrydhen dhe limonin në dietën tuaj. Përdorni probiotik, bakterie miqësore për mbrojtjen e zorrës së trashë. Ullëtimet sugjerojnë se probiotikët ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të zorrës së trashë. Këto bakterie të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjeve të zorrëve, dy funksione të shëndetshme të tretjes që kanë të bëjnë me zorrën e trashë. Nivelet të larta të probiotikëve gjenden në ushqimet të fermentuara si kosi, uthullaj mollës, djathi e të tjera. Shtoni nisë shtene në dietën tuaj. Nisë shteja rezistente që gjenden në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajat, bananet, jeshile, ndihmojnë në një zorrë të shëndetshme duke rritur mikroflorën e zorrëve. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi nisë shtenë rezistente përcaktoi se ajo zvogëlon rrezikun e zorrës së trashë. Pini më shumë ujë për të rregulluar tretjen. Mungesa e lëngjeve është shkak i zakonshëm i kapsllëkut, kështu që pirja e 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mund të parandalojë këtë shqetësim. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojave ditore për marrjen e lëngjeve është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë në përmbajtje të lartë ujë, si kastravec, kungull i njom, selino, domate, pjepër dhe lule shtrydhe. Sigurohuni që të hani më shumë ushqime të pasur me fiber. Çajrat bimor ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të zorrës së trashë dhe provoni një lavazh me ujë me krip. Një studim i vitit 2010 vërtetoi se uji me krip pastron zorrën e trashë. Çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqime, përzieni 2 lugë çaji krip në një gotë me ujë të vakët. E pini atë dhe kështu do të lehtësoni procesin tuaj të tretjes. Është e këshillueshme që nëse doni t'i përdorni ato, t'i përdorni gjithmonë edhe në mbikëqyrjen e një mjeku, në mënyrë që të evitoni gabimet që mund të bëni. Nëse vuani nga shqetësimet të theksuara të zorrës së trashë dhe keni probleme vazhdimisht me konstipacionin, urgjent duhet të konsultoheni me një mjek, të zgjidhni një dietë më të pasur ushqyese dhe të reduktoni gjithashtu ushqimet jo të shëndetshme. Shëndeti i tretjes është pjesë përbërëse e ndjenjës së lumtur, të shëndetshëm dhe në një gjendje optimale. Një organ i rëndësishëm në sistemin tretës është zorra e trashë, e quajtur edhe zorra e madhe. Shëndeti i zorrës së trashë është pjesë e rëndësishme e shëndetit të tretjes, dhe nëse vuani këto shqetësime, do të keni më shumë probleme në jetën tuaj. Ju mund të provoni pastrimin me ujë. Pirja e mjaftueshme e ujit dhe qëndrimi hidratuar është një mënyrë e shkëlqyer për të rregulluar tretjen. Njerëzit që mbështesin pastrimin në anë të ujit për pastrimin e zorrës së trashë, rekomandohet të pinë 6 deri në 8 gota ujë të vakët në ditë. Gjithashtu, provoni të hani më shumë ushqime të larta në përmbajtje uji. Kjo përfshin fruta dhe perime si shalqin, domate, marule dhe selino. Në fakt, ka shumë ushqime që ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trashë natyrshëm përmes dietës së duhur. Andaj edhe konsulta me mjekun tuaj nëse keni shqetësime të ndryshme duhet të jetë çelësi për të ndihmuar gjithashtu edhe në përfitimet tuaja të trupit. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të mundësojnë të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.